është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje nga Klan Radio, është me fillu bashkë një tjetër edicion të Drive Me Crazy me Mufionin edhe Cimin. Nale më në bazë në fakt. Jo, duhet me nalë këti qatë mikrofon, me ndrejt. A duhet me nalë, me lëshu, okej, qëta që regulojme, qëta me shmet hapja. Se shi është uran në studio. Mirë jash nuk e di që është gjallë, ja i kemi mbyllë sot krejt. Mirë është, kota është mirë. Mirë sardhët. Mirë se ardhët edhe ju që jeni në këto momente në përvetura dhe për në ndjekni për në shini se ju që për në shini në përmes Koavizionit ju s'moni me nga dërgu foto, por ju që jeni në përvetura mundin me nga dërgu foto, me nga tregu ku janë ato pjesë matë ngarkuara. Presim bashkëpunimin tuaj në minutat në vazhdim, e gjithashtu presim edhe telefonatat e juaja për një temë për që kemi përzgjedhë për ditën e sotme, e që ju presim me u përgjigjë dhe me na telefonua me folë, se është tema shumë interesant që ta është alështoj mikrofoni. Unal shiu të më qatë. Temën e kemi përgjedhë, nëjse unë e kom përgjedhë, si me ka aprovu, si zakonisht, vendi që të ndryshoj jetën. Cili është ai vend që të ka ndryshu jetën? Qoft një vend të cilin ke vendos me jetu, një vend të cilin e ke vizitu. Se ka dhe disa vende që definitivisht të ndryshojnë pikpamjet, perspektivat, vizionin, gjithë shka mbi jetën, jo jeta baholli, po jetën jetën? A jeta baholli, po e përshëndes e dua shumë, nësë është nga dëgju, po. E ka ndryshu fjonën këtë rast. E vërtet është. Po ju presim, po fillimisht po e dëgjojna këngën e parë atë ditë nga Noisy dhe dhurata, pastaj po ju presim po me telefonatat e juaja dhe me informatat rreth komunikimit. Glavicës drejtim Prishtinës që është pjesë e ngarkuar me kolon, qasja për tek rrethi duplex me kolon nga fshati Shkabaj, kolon e gjatë. Pastaj me kolon e keni edhe rrugën Agim Ramadani nga komuna deri te Gutkryqi i Menzës. Këtu janë dhe informatat e para që kanë arritur në 049978978 e për ndryshe Petrol Company, në secilën pikë Petrol Company si mundri me shku me rimbush makinë me derivatet ma celsore që me shpenzu ma pak, me pas ma shumë efikasitet, po e dini. Edhe njëjtën kohë me u bo pjesë e lojë shpërblyese, secilën rimbushjet makinës që e bonin vlerë ma shumë se 10 euro, merr një kupon 22 kupona, 33 kupona. Edhe kështu vutin lojë shpërblyese për një super shpërblim që po e dhëron Petrol Company, apo dini atë veturën e mrekullueshme. Ja telefonator. Te vetura e noqat, të diqysh për vetur, shkon veturën me fitu brefion, po kom shef. Se gjirum klipin e na. Me pas, po thom, shqyqër që nuk jena, ati ne kena vetë regjim, vetë kamerat, vetë krejti bojna. I kemi kamerat statike se të kisha gjirum. Në kohën tjetër, do më thonë, nëse i shkon në regjia, që ta shtu e Koavizionit, edhe na kishit që kem të bo. Jena pak kloth, po. Nëse krejt se kem të e bo videoklipin. Qka pas në tavolini në për tokjen, po nuk përshihet. Kur gjos ka bet, në regull është. Që merë telefonatën? Hajde, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Fiona. Përshëndetje dhe për ty në gjatë, qysh je? Mirë, faleminderit, dhe juve gjithmonë mirë. Faleminderit, dhe na jemi gjithmonë mirë me juve. Tregon cili është ai vendi që ta ka ndryshu jetën e gjatë. Vendi që e ka ndryshu jetën është Davosin e kantonin Grabin të Zvitrës. Edhe një herë? Qysh o ka emre? Davos. Kantoni Grabin të Zvitrës. Zvitra e ka për ndryshe 26 kantone. E kantoni Grabin në kantoni maj madhë. Që po e shikoj në internet. Në nërtit bitetare 1600 metra. Ko ka vend malor, një fshat i jashtëzakonshëm. Po, qytet është... Si qyteze vogël, shumë e bukur që ka. Çdo vit aty në botë forumin ndërkombëtar për ekonomi të mbar botës vin. E në kohë tjera zakonisht vinë artistë dhe këngëtar për me pushu se ka vende të shkëlqyeshme për skim që jam ka kënaqur. Po e shoh. Shumë e bukur që nga dhe dimër edhe verë. Po. Si shumica e qyteteve Zvicrës, definitivisht. Po. Okej, çka ke përjetu kur ke qenë atje? Çka të kalon bresa mas shumti që po thu është një prej vendeve që të ka ndryshu jetën? Pastërti shumë e madhe, Fiona. Pastërti shumë e madhe? Po. Ajri mos flasim? Po. Tjetër?
ka qenë i shkëtyshme edhe Davosi, edhe qytetet Kuri, Klosterci, bërë që më kujtohet tash, po kam dëshirë dhe shpresoj që mos vitin e arshëm atë dyku 2000, po si gjithsesi. Okej. Të urojmë shumë suksese në planet e tua, pse jo, uroj që me vizitu sa më shumë vende. Faleminderit shumë. Nuk ka terapi si udhëtimi. Faleminderit shumë Nexhat, përshëndesim. Po ndryshe nëse do me udhëtu Nexhati ose kush do me shku edhe me ndryshu jetën. Në Zvicër, a? Ose në Zvicër, ose në Gjermani, ose në Suedis, Luksemburg, në Paris. Mundri me shku me Prishtina Ticket.net, është operatori maj madh në aeroport në Prishtinës që i ka çmimet ma ekonomike. Mos harroni, e keni një super mundësi tash me udhëtu përmes aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari. Alo, përshëndetje. Alo. Viber. Përshëndetje Viber, pas ka shku Viber. S'na ka prit. Okej. Deri sot vjen Viber në 049978 po vazhdojnë e po arrin informata rreth komunikacionit. Po na tregojnë për hyrja në Prishtinë është kjo, po shihet me kolon deri tek udhkryqi i katedralës. Pastaj e ngarkuar është e po mbetet pjesa nga fshati Shkabaj në drejtim për tek rrethi Duplex. Telefonata, përshëndetje. Faleminderit shumë, përshëndes edhe unë ty. Serioze ka kjo telefonata, mos është më ajo loja që na ndodh kanë. Urej që jo. Qasja për tek rrethi i Çaglavicës është pjesë e ngarkuar me kolon në këto momente, pjesa nga stacioni i trenit për tek rrethi Duplex është pjesë e ngarkuar. Labi na ka treguar një foto. Faleminderit shumë Labi. Këto janë edhe informatat që kanë arritur sa i përket komunikacionit deri në këto momente. Na po bojna thirrje për pyetjen që kemi vendosur sot dhe po dojna përgjigjet e juaja me na tregu vendi që ta ka ndryshuar jetën. E di që shumë bashkëdhetar tanë jetojnë, do të thonë, jashtë Kosovës, jetojnë vende të ndryshme, edhe shumë shpesh kena pas prej tyne edhe fjalë të tilla që na kanë treguar se po kur i marr këtu më ka ndryshuar jeta, jo veç mu, po edhe familjes për të mirat që ja ka dhënë ai vend. Edhe tash po dojna me ndëgjuar ato storie interesante, edhe me na tregu edhe për vende tjera, edhe për neve këtu që kanë herë kena shku që shta Fiona mundesh me shku me pa një vend edhe me të ndryshu komplet jeta për të mirë, me marr diçka të mirë prej atij vendi. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush po na përshëndet? Rabia nga Gjermania. Si e Rabia? Mirë, jo. Si po kalon mirë, faleminderit Rabia. Mirë, po kalojmë shumë mirë. Po dojna me ditë vendi që ta ka ndryshuar jetën. Cili është vendi që ka ndryshuar diçka në jetën tënde? Ka ndryshuar shumë, normal, prej se kam marrë këto. Rrjedha e krejt jetës tem ka ndryshuar. Pse, çysh ndryshoi? Çka pat ai vend atje që ta ndryshoi jetën? Cila ke? Normal, ndryshoi se dash me fillu krejt, me shkollë, me krejt, mi vazhdu këto, mi vazhdu. Filloj një jetë e re, komplet. Po, një jetë e re, atje me lona jetën tem që e kom pas, edhe kështu. A ka ndryshuar për të mirë jeta? Normal se po. Çka ke gjetë diçka? Gjithmonë është peng, sikur, po. Çka ka sikur, domethënë atje për me qenë këtu? Çka kishte pas shef diçka prej atij vendit ku jeton me pa në Kosovë? Me pa shumë sene, shumë. Shumë thuj s'po di ku me ka ma përpara, s'po di ku me ka ma përpara. Me fillu me të vërtet po. E vërtet është. Po, nuk është edhe bash ashtu, do të thonë vetëm pozitive, ka edhe shumë negative. Po, ka edhe sene negative, ka besa këtu shumë sene pozitive, se unë pas ka shumë janë atje. Po, normal, është shumë e vërtet. Atje nuk është me gjithë Fionën dhe arsimin, po thonë, është një mungesë e madhe. Është një mungesë e madhe. Sikur të keshin ata dy janë. Edhe jetën ju ma shumë e shijarin. O, e shijojnë, e vërtet është. Na jemi vetë populli tillë, kudo që të shkojmë e shijojmë jetën. Kështu që nuk besoj që ka lidhje shumë vendi, po është natyra e njeriut. Po, ama imponon do senat. Çfarë so kena, do të thonë jetojnë, shijojnë, e kënaqshëm. A di nuk e vesëm Fiona, po dal deri poshtë, a ki nevojë diçka, nuk e vesim, a ki merr mani kafe. A din? Po të sportet ti merr ma kafen mu. Kur të vjen e shijon brat kafe. Po bre, e shijon atë kafe.
Edhe sprekun. Ashtu s'këxojmë na ashtu me fol. E di, jo, të lutem, a kish pas mundësi, lutem ja këtu parë tani këtej, po le brava Ile. Ja bogësh ashtu fionës vish ta bën, hajt le edhe del jashtë, le krejt. Harroj krejt. Hajde ciao, kalofsh mirë, faleminderit. Ciao. Ciao. Për një kafe me pagu copa bon. Po dhe daj vishte ai s'ka restoran, s'ka kafe që s'është dikon në kom me kamarierin tu. Po ne më ndodhen një ditë çka. Ndodhen shumë. Edhe tha djali aty që të kërta. Edhe shumë jemi a ke po. Po vendosni, tha kur vendosni, po tha kur vendosni, po na u djoni ju, do të kem. Gati që asu kapum. Pa vendosni, kur vendosni, tha vijone. Tha ja vish jam një çto parë të mirë është. Gjermania as nuk shtyhet, ishta bën okay. Ti i thuni herë unë po paguaj. Okay. S'ka aty e paguaj deri në kalume, jo ke pagu që 2 herë jo. Jo ai është serioz, jo. Jo se ka lind kë, a kena këto në rasta, ja. Jo se i bleva një por çorapa 3, ai çorapa 1 euro, kofja 1 gjys. S'vaj gore, çe telefonat. Alo, përshëndetje. Mirë dita, kush telefonon? Ismeti. Hajde Ismet, prej nga Panathir? Prej Gjermanisë të dojë, se është. Edhe ti prej Gjermanisë. E pse thoni Gjermani, kur është Gjermani? Gjermani, mamiku. Gjermani. Po, vallaj, Qështu është dhe Gjermani është. Hajde Ismet, tregom ti, cili është ai vendi që të ka ndryshu jetën? Vallaj, unë po të jetë mendimin të nuk është veç vendi që ta ndryshon jetën. Që se ndryshon të i vetit, bëgjova veni, ku do me që, ti personi që mund është me jam ndryshu jetën vetit, pa morë parasysh ku je. Po për qatë arsye dhe thash ma herët, na jemi vetë popull i tillë, jemi më të hareshëm që e shijojmë pak më shumë momentin, jetën, pavarësisht kushteve, pavarësisht gjendje sociale, ekonomike, të tjera, na e gjejmë qefin. Edhe vendet ku je. E Gjermant jenë të qysh pak ma ata ku dush qoj, në Havaj, në Tajlan, në Bali, thot jenë. Shumë të thot jenë. Gjermani ki shumë mundësi, po s'punove vëllona, Gjermania s'ku t'jesh. Okej, ba atë ka ndryshu Gjermania si person, ata ka ndryshu Gjermania jetën. Po, normal që ma ka ndryshu, për që ata dhe ju marrë. Për të mirë? Në Gjermani, normal për të mirë. Ka plot njerëz që edhe nuk e kanë përjetuar mirë. Zhvendosjen ose jetën në shtetet evropiane. Ka njerëz që s'kan pas përvoja të mira, s'kan pas fat. Varet për njerëz. Ty do të thonë të ka ndryshuar Gjermania për të mirë. Po, për të mirë normal. Vjen mirë. Faleminderit shumë. Hajde ju përshëndesim edhe na ju. Faleminderit shumë. E cimi e përmendi cimi më herët punën e udhëtimeve me Prishtina Ticket, po më du mi ju tregu që kudo që shkoni, kudo që të vendosni me shku me pas internet me vete gjithmonë, pa pas nevoj me shkarku e-sima, me bo pagesa, me marrë aplikacione, këne anej, veç me IPCO, me numrin e IPCO-s, thjesht me një kod e aktivizon internetin për aq ditë sa ki me qëndru, ose për aq gigabajt sa ki nevoj. Hyni në IPCO në rrjetet sociale, e keni IPCO ose edhe në website edhe ishini gjitha ofertat. Por edhe për ju që jeni me parapagim, janë 3 super pakot tip që i ka quajt IPCO, është tip mini, tip super edhe tip max, e cila fillon me 200, 300, 500 minuta edhe internet nga 6 deri në 30 gigabajt internet për juve që jeni me parapagim edhe njarë po theksoj, kështu që shkoni vizitoni degën më të afërt të IPCO-s. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje Asem. Përshëndetje Agim, ku je? Se mirë. Mirë se u afrove që thash telefon, se thash mos jetë dikun dhomë tjetër, e ke lëshu telefonin dhomë tjetër. Jo, lloj të afër telefonin. Si kalon? Mirë jena, faleminderit ashtë me ju. Mirë jena, edhe na, Fiona mirë, është fala po të bëm vishke tu kull. Ani faleminderit pisoj, ani pa Nër pas po. Ktheja. Po live. Hajde Gimo tregon vendi që ta ka ndryshuar jetën. Asem mu vendi që ma ka ndryshuar jetën është Suedia. Na kena fol disa herë. Po. Pikërisht kur thash më herët mu kujtove ti një prej tyne që kena diskutuar që Suedia ka ndryshuar për ty. Pse ta ka ndryshuar jetën? Hajde tregoj ata që s'kan dëgjuar. Jetën na ka ndryshuar mas fare Arsem. Çfarë mundësi të ka jap? Vesh pak. Në atë kur ka marrë për Kosovë, kena qenë në okupim, si gjithë tjertë. Po? Edhe si kam kalu për Kosovë, kam marrë ko, me ranë kena fillu, me mësu gjuhën, me shku shkollë, me mësu gjuhën. E pare moment si ka fillu ndryshimi i jetës. Edhe me kap kulturën e këtujt, për shembull.
Edhe shumë gjona pozitive, po ka edhe sene negative, që s'ta pëlqejnë, po ma shumë ka pozitive. Po do më thonë ka ndiku mirë në jetën tonë, vendi ku ti jetash dhe jetën e vepron e punon, ta ka ndryshu jetën për të mirë. Ja, për të mirë, nuk ka për të kesh, është nuk duhet me konë real, duhet me full real. Po se për ata e kena bo dhe temën edhe duhet me qenë mirë njës. Jo veç jo, po dhe na këtu që do më thonë ja kena po hajrin aty në vendeve, prej familjarëve që i kena pas atje. Pa nderë që po shprej është kas mirë për neve kom për jashtë. Po qashtu është, s'kam qka mu shprej, qashtu është, kjo është e vërtet. Po unë po të falenderoj se... Po s'ki nevoj më së ngushtati, më stanin. Jo. Po, ake për të muci. Faleminderit shumë. Po, je i mrekullueshëm edhe të përshëndesim e të përqafim shumë. Edhe unë ty dhe Fiona aty. Agim faleminderit shumë. Edhe ju uroj një ditë mirë aty. Edhe të fala krejt shqiptarëve atje në diasporë, atje në diasporën tonë ku je se ka shumë po. Shumë faleminderit. Heq kur qaj, më së ngushta. Edhe ju falenderoj. Qa tung. Hajde Agim faleminderit. Për ndryshe për juve që doni keni qef me përzi me i kriju ato setet e juaja sipas dëshirës, mundeni me shku te Kenza Home se ju ka jep një super mundësi, mundeni me shku me kriju setin me zgjedh një divan, me zgjedh një dhomë gjumi, një tavolin grenje, qysh doni karikat ato këto, edhe përfitoni deri në 50% zbritje te Kenza Home që është në Çaklaviz kilometrin e 6 drejtim Ferizajt ose Enza Home Kosovë për juve që doni përmes rrjeteve sociale. Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Si gjithë një gjyshja. Hajde gjyshja, se si shaj sigur ta jeti ajo. A je mirë? Mirë, shumë mirë. Mirë. Cili është ai vend që të ka ndryshu jetën gjyshe ty? Po, unë tash me nis një që ma ka ndryshu jetën 2016, kër jem shku të djallin në Amerikë dhe në Floridë. Po? 6 javë ma shumë, jem kënosh një teme. A të pëlqej vendi? A të pëlqej Amerika? Pëlqej vendi e krejtë të tana vish më ma fol, për kalzej realitetin, për zemrës. Më ma fol, nuk është nejt. Nuk ke për ty, a? Nuk ke për ty. Shumë largë, vendi, huj, badi havën, edhe që ma nresh ditën, unë jem konë edhe 2018, që ta 7 vjetë, i vjetë. O konë dimni o konë ma nrysh, dimni ma i nërvëzum. Po, ma i nërvëzum është ati, është ma serios. Nuk ka kësi dimni si joni. Për në prill edhe në mars, ish atje gjenjeti i tyne, e jo jemi. Okej, ka pëlqy, po me jetu s'kishe jetu atje. Ja, ma falë, dhe ke burë jem, dhe ke qysh pëthu ma falë. Qëre, është pak problem për moshat e shtyra, me adaptu me një vend huj, me gjuhën e huj, me kulturën e huj, është pak problem, është shumë e kuptushme, edhe të rinjtë e kanë problem pak pjesën e adaptimit në disa vende, që është shumë e kuptushme. Që ma ndryshon jetën kështu ta mën mirë, si dhe mos mas lufte, është Kosova, shpirti, drita, të nëtë. Se përmeni kërë kërë sa mirë folë për Kosovën. Unë deshta me ndërlidh ma herët, që nuk do me thonë vetëm shtetet e jashtme, mundet me qenë edhe një vend që tu në Prishtinë, që tu në Kosovë, që ta ka ndryshu jetën. Kosova, për mu është, Kosova është gjithë shka. Një objekt, një institucion. Një vend i punës. Po pra. Gjyshe, falimderit përshëndesim. Qysh jemi grip? Kur qyshet është, pa e po them, po derdh, qka pi vjen dorë. Aja kënë gjitë cimit? Ja. Halo jo. Po se diçka lëndi më kondi. Diçka ashtu anku, po ta është të këshyrim. Njëra ngritje. Gjyshe, falimderit përshëndesim. Hajde që datë mirat. Kur thash për vende brenda në Kosovë, se je i poshtër, kur thash vende brenda Kosovës, brenda Prishtinës, brenda vendit ku jetojmë, e bada fjallin për shembull edhe për autotrade. Se mundet një vetur e mirë, një vetur kompakte, një vetur komode, një vetur ekonomike, një vetur super e bukur, me ta ndryshu komplet jetën. Kështu që nëse bani një zgjidhje të mirë, një zgjidhje duhur, është një vend që ta ndryshon jetën autotrade. Plus përveç kësaj, përveç garancionit 10 vjeçar që keni për secilin model, keni mundësi pagese me këste përmes shumë bankave partnere që autotrade bashkëpunon me ta. Keni Yaris Crossin në super ofertë, keni RAV4 në ofertë, se i gjarin, krejt modelet më të reja i gjeni atje, kështu që shkon një lutem, jep janë një vizitë autotrade Toyotës, edhe keni me pa që është një vend që të ndryshon. Se ti shmërena ishe aty të ekspozu me gjitha të modele, pikpritja, kafja, sjellja e mirë. Ire e rev janë aty.
për t'ja heket qesën vetura. Marë që ato të ja bo atina Alibea, që shë ka maromanisht si arome. Ka të shkojlet Nina i ri. Alo, përshëndetje. Ju në gjatë jeta që mo. O, tu në gjatë jeta dhe ty. Se pas na dëgju mati përshëndetjen tu në gjatë jeta. Si edhe si kalon? Që veç u merë një foto për Toyotës, po në ka dërgu Luli një foto me Toyotën, o jetë ka shkru. Ta qysh me përshkru ndryshe, i bjenë që kjo përshkrimi i Toyotës. Mirë është si slogani Toyotës. O jetë, qashtu. Hajde, fat të regonat kush është vendi që ta ka ndryshu jetën ty? Vendi që me ka ndryshu jetën mu, ka qenë vitu 89, dhe në atë dytën kanë qenë në këmë të në Bernet, në tonë është gjysëm qyteve. Po. Në të kohë këton njerësht prej okupimit nuk ka të jetë aqë bukur, e dim gjithë, dhe aty e kom përë qa është teknikë, teknologjia, qa është... Vesh livret e pak telefonin se po më dëgjosh kesh, ti e pas ke po atje teknologjinë dhe s'po një është mirë. Livret ma pak telefonin. E që qështu, bravo, qështu o mirë, mësë ngusë. Po, më ku telefonon mund me ndodhë që më para mi e pak i lindun. Po, anis, ka lidhje, që varet që është i majtën, se nuk ka lidhje kur ka lind. Po, e u më në qështu si më në prejë. Se ashtu. Do me thonë edhe për ty është Zvicra që ka ndiku dhe ta ka ndryshu jetën për të mirë, se i ke pas shumë, se anë që s'ke pas shans me i po këtu, në atë kohë. Po, që mos atje kom morë patent shoferën, atje më feju, kom morë dhe më martu. Po që të prita unë e ti thujëm kona atje ma ka ndryshu jetën, se ju më feju le patent shoferën. Gjithë. Që ashtu. Tani ka dojtë gjiro me të fejumen. Tani ka pas, u doshja ka bu mere patent shoferën, se s'ki që shumë vjen këtu. Normal. Gjithë të mirë të jo araj, kalofshit bukur. Po të përshëndesim o fat, kalofsh mirë tunë. E këshyresim, pas kanë dyshu policia për të garat shpejtësisë përsëri në Prizren, 6 drejtuesi kanë dalë, ka raportu dikush si dyshimt që po planifikojnë me bogara. Ndëgjej dënimet. Hajde çfarën? Pasi që me datë 5 nëntor rreth orës 21:50 bla bla bla, kanë marrë informacione, kanë shku i kanë dënu nga 150 euro cim. Çka jetë apo do këtë si dënim i 150 veça? Ndështa që kanë qenë të dyshimt. Por çfarë kam një video s'desha më javçu policisë ajo njonin të kuqe. Ndështa pse të dyshimt nuk kanë mujt me i dënu si vepër e kryer. Se s'kan kamera ne, po thua. Nuk e di, ndoshta. Unë e kam që të një, do më thonë që po hin të kuqen. E inqizova, unë e kesh në vetur për mas. Po, unë e kesh në vetur për mas, kanë edhe një 60 sekonda, e po është tu afru, thash së shaj e mirë që kjo tap telefonin, edhe inqizova, vazhdoj lokumi pa problem hiç. Merë telefonatën tjetër, jo lokum ke. A lokum, ok. Se e po është mirë. Ka shumë rastet të tilla, se cili që jemi në përvetura çdo ditë i shohim nga 2 a 3. Apo mi raportu qështu? Patjetër. Po, raportoni, mos t'ju vjen kesh. Sidomos kur ishim me shpejtësi të rrezikshme, vini eri raportoj. Mëson, tani policia pjafshëm besane Kosovë aty. Tap. Alo. Alo, kush telefonon? Shaban Qorri për Zvicrës. Po qysh je Shaban? Te Shaban. Po ai si plak që thonë ja 80 vjet, më shumë jo. Ani tamam i paske. Shaban, cili është ai vend që ka ndryshuar jetën? Mirë, jemi faleminderit. Cili është vendi që ka ndryshuar jetën? Po, kam para 57 vjetëve kam jeta ime ndryshuar. Ka ndryshuar para 57 vjetëve. Pse, ku, qysh, tek? Para 57 vjetëve kam dalë në Gjermani, se tash jetoj që 50 vjetë. Po, ndryshoj për të mirë jeta me daljen tënde në Zvicër, në Gjermani? Po. Po na ishmi fukarona, na ishmi shumë fukarona ku, gjashtë e nanu kom dalë dhe sot dhe jam halon prendim, ju përshëndes si uvet. Faleminderit, po vjen mirë me dëgju për sukseset e juja. Baca Shaban, përshëndesim se e kum prit një prej përgjigjeve, do më thonë se kanë qenë edhe e përmena, unë javë kina po hojtin edhe na këtu juve, sene e përmena, më thonë një prej arsyeve që na kanë ndryshu jetën, nuk kom. Na i ka qelë sytë dhe vazhdonë, na i qelë sytë ekonomikisht. Verës. Edhe nuk është kesh me thonë, atë që po, kur im dalë në Gjermani, deri që ato e ku më pas shtirë. Në anën tjetër, e ku marrë vetën. Në anën tjetër, situata është përmirësu gradualisht gjatë viteve, edhe për neve këtu, kështu që nuk kemi pas ndoshta nevojë aq shumë tash keni nevojë me na çu parët, se vina i marrën vetë. Për parat e diasporës, se kemi gjetë vendet punës e të tjerë, por sidoqë të jetë prap ka numër të madh të papunësisë, të rrogave të ulta, le dojën ti, le rahat. Kam se Rebeni Leila se zbohet nomi.
Hajtë se ne pun, ka s'kur gjozë bot. Po, bre. Doj, vetë vije marë. Nuk ki nevoj ma pru se thua ne këne, zdi kur vija ne këne. Unë thirë, po, hajde doj se i kom 2 ditë, po shemë unë e vijë marë. A qashtë kushtën me shku? Po s'ka lidhe e shot dojen. Sa art ka thirë doja që 8 vjetë që jena në emision? Jo, seriosisht më ka thirë shpesh, 2 herë ju më shku. 2 herë ju më shku. O desh me thonë jo, mës me më qitë keqë tash. Jo, doja më ka thirë. E sa jemi s'ka thirë hesh. Janë zerëve, thjo. Herë dëdhuj. Po doj. Alo? A i more telefonatën. E more, alo? Përshëndetje. Hajde, atë koma dhe ty doj. Hajde edhe ti. Po ti e pas keni doj me Leila, lema mu. To e pas na doj. Ani e kom atje në Skandinavi dojën, s'u ka thirë boti se diçka ka që s'po më thirë. Mos mu ka edhnuna. Si ka renet? Ani dojt kalzej. Te edhin që a bën nipi për dojën. Hajde, abedin, tregona cili është vendi që ta ka ndryshu jetën. Përshëndetje spori. O, është në të paqë, falimderit. Isha juve e në gjyrë që e kje veshë shumë për më për të Falimderit shumë. Shumë falimderit. A me nejt edhe krejt dhe në fund t'jovës me shto? Jo. A jo, okej, nesër në ndroj, u kry. Hajde të regom vendi që ta ka ndryshu jetën. Vendi që më ka ndryshu jetën është Gjermania, se pas 25 vite më ka le fëmija i parë. Do me thonë atje e bo prind. Po. A qka ka pos ndorë Gjermania këtu të regona? Po Gjermania ka pos edhe kush ka dit me na gju vetë vetën, ka pos edhe të mira, ka pos edhe të këshia. Do me thonë edhe shëndetësine ka pos të mirë, se do të me përmenë. Shëndetësine ka pos të mirë, perfekte ka pos. Qashtu. Me thonë edhe ja ke po hajrin ta ka ndryshu jetën se e bo prind atje. Po, falemderit shumë. Pas t'jetë gjatë edhe të falenderojnë aty që na thirë gjithmonë edhe që je pjesa jonë. Falemderit shumë Abedin. Përshëndetje. Përshëndes edhe në ty. Qëta shtu bo koha për me lëshu klimën e mides. Edhe mi thonë aso inteligencës artificiale te une pak ma flat, te Fiona ma vokt. Se po ta bëjk edhe qështu. Jo të kundër të nga bën? Jo, se sot diçka e kom nëzat. Oke, a një bën njejt për të dytë. Apo mdo këtë. Nejse, po të dytë ftaft. Të dytë ftaft. Kështu që edhe ju nëse doni me pas kondicioner që kursen energji elektrike, sepse përveç se kanë atë inverterin 4 e krejt, po e kanë edhe inteligencën artificiale, ju duni me ble kondicioner Midea edhe i keni me su për çmime, mundri me shku në showroomin e Mideas, që e keni në Fushë Kosovë, në hyrje të Fushë Kosovës, te ka i rrethi, po veç vazhdoni edhe pak, çatu e shihni Midea. Telefonata, video rrethi te zona industriale. Po e marrim edhe një telefonat se është koha me shku në Albi qëtash. Alo, përshëndetje. Jeto, po shkuj, ma. Përshëndetje, Jona. Përshëndetje, me kë po flasim? Ndash me Bedrien, ndash me... Me kanë? Modelën. Ndash me Bedrën, ndash... Me modelin, pelojmë se qashtu kena qef. Hajde modele, të regona ti cili është ai vend që të ka ndryshu jetën. Mu ma ka ndryshu jetën, mas por Italia. Italia? Po, shumë kom ndryshu. Pse? Ja kom një pak me gjallë një. Do me thonë për një jetë që ja kom bo shumë lukse. Po? E ta shti në fond Zvicra. Më në fond Zvicra? Po, për Zvicr kam me të thonë se pak ma metodna kom përparu, kom ble. Shumë sene. Financiarisht që ndronë ma mirë tash në Zvicër. Po, Itali mëse përmenda? Ke jetu në Itali ma herët? Po, kom jetu 17 vite. 17 vite ke qenë në Itali? Po. Edhe Italia të ndryshoj jetën, të boni pak ma të hapur? Ma të hapur, kom bo kursa atje. Okej. Kom pas shuqnin e mirë, gjdo lami jam konë shumë mirë. E gjallnune, do me thonë, jam në gjallë. Jenë gjallë në Itali. Po më pëlqen kjo shumë se Italia prima është një vend që njerëzit jenë më të hareshëm, jenë më të gjallë. Po, nuk pak të se shkove në Zvicër, çka lype për Itali si Zvicër? Po, për ata dhe është me thonë. Atje një sezon ke që ra puna. Okej, jetë kërë me u largu. Po, e kisha djallin, si me thonë atje barist, me një hotel, me 5 yje, atër tha unë e tha im ka aljota, ju tha në ardhë. Me mund, ta shkoj hergjoj e vendin, sam, vaj këtu ta është ma gjallin, do me thonë ma kësi, për financim, se jo ma gjallin.
Atëherë dikur burri, dikur edhe unë edhe jetën. Mirë shumë. Vjen mirë që e keni jetën e mirë, seriozisht. A i keni letrat e Gjermanisë atë Italisë? A dyjat. Jo, unë kam në shtetësi të Kosovës, ajo ditë edhe italiane, e kam edhe vizën C. Zvicrën. Po do më thonë e ki edhe në shtetësinë italiane? Po e kam. Petrushe, qështë kanë thirë italianët? Të regom qështë kanë thirë italianët? Se kanë thirë, res. Qështë kanë thirë italianët? Emrin, qështë ta kanë shqyrë? Qështë kanë këshyrë seri? Beatrice. Po më së më bëjma Bedria këto. As modele, as Bedria, Beatrice. Edhe të lutem që shtu prezentosh shirë. Beatrice. Jo, Beatrice po më përqenë ma shumë. Beatrice. Tjerë kur prezentosh, Beatrice. Ciao, arrivederci, Beatrice. Ciao, Bella. Arrivederci. Hasta domani. Ciao. Hasta Albi malo. Te amo, te amo. Via, Albi. Sì, certo. Për në vendindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Bankë Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E ndjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me to. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsëm, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Rrese për pak jashtët. Petrol Company mos harroni me vizitu me rimbush makinë me derivatet ma cilësore që bëni ma shumë kilometra, që shpenzoni ma pak, edhe që përfitoni ma shumë, jo veç kilometra, po përfitoni edhe prej lojës shpërblyese që ka shumë shpërblime, por shpërblimi kryesor është një vetur 10 euro një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe mundeni mu bo me një vetur 3. Hajde po e marrim telefonatën, s'pelojna me prit. Alo, përshëndetje Viber. Alo, përshëndetje, si jena e një mirë. Mirë, faleminderit, kush po na pyet? Albani nga Vitinja. Unë thirr ka një herë çdo central. Mirë Alban, që me rëndësi me qenë me neve edhe me na kujtu ka një herë, kështu që na tash nuk mujna mi u pas gjithmonë, po na e vlerësojna se cilën thirrje që e bani. Po, amo jeni njerëz çmë ton. Jeni emision serioz tani po çaton dhe faleminderit shumë Alban. Shumë faleminderit, e vlerësojna shumë. Hajde tregom Alban, cili vend ta ka ndryshu jetën? Qëre, unë menoj... Se dhejës ta është folën vishë për vendet e Evropës, po? Po, unë menoj që vendin nuk të ndryshon jetën. E kanë fjallën për në gjendjen emocionale, për diturije, për ketë. Menoj që e rrethit të ndryshon jetën. Tash, kur të ndryshon vendin, kime ndryshu edhe rrethin. Edhe që aty mund është me pas, do me thonë, mundësi për me ndryshu. Po, amo,
normal dihet, Evropa ta ndryshon krejt, si në moral, si në edukat, si në krejt. Ta ndryshon komplet jetën, për të mira, për të keq? Për të mirë, po nejse. Okej. Diku na ja çet edhe mend krejt, po... Po desh ata se spatëm na i farë telefonate që me thonë ma ka ndryshu për të keq jetën, edhe ju më kthy në Kosovë ose më shku me një vend tjetër, e patëm deri diku në Beatricën, e cila na tregoi që shkaku i kushteve financiare ka ndryshuar në vend të Evropës, se ja ka ndryshuar. Faleminderit shumë që na ke thirrë Alban, po të përshëndesim shumë. Faleminderit edhe unë ju përshëndes. I përshëndes gjithë burgosërit në burgën e Gilonit. Faleminderit shumë. Ma herët e po ta bisedë për çfarë punë më në Alban, nejse, se i kena disa dëgjues që i kena shumë shikues atje që janë me neve, na përcjellin, po i kena edhe telefonues shumë shpesh, edhe pritani telefonat tillë me thonë dikush prej atje që ma ka ndryshuar jetën për çfarë arsye. Unë thashë edhe që KK-ja është një vend që ka ndryshuar jetën në shumë aspekte, si për të mirë, si për të keq. Hin kështu del not. Mos shkojmë veç po. Apo kupton, është një ndryshimeve shumë të mëdha. Po ka edhe atë aspektin negativ. Hin pa gips del me gips. Veç kur të sheh vetën që ndryshon jeta. Aspekti negativ që nuk desh nuk po pe di, ato s'e përmendim, po mundona me zbutë thonë. Me zbutë po. Kënaqje krejt. Kështu që po kisha prit një telefonat tillë, po duam të di dikush më na tregu që çfarë ndryshon. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës e paska po një status për gripin. Çto që e kiti që po do më nxit mua? Garant, gripi sezonal, smundja akute, infektive të tjerë. Po thot, lani duart shpesh me ujë dhe sapun, si në pandemi që na theshin. Mbuloni gojën dhe hundën kur kolliteni ose të shtini, si kur në pandemi. Si tu e bo këto prinoti ka unë e po kthesh. Mandej, shmangni kontaktin e ngushtë me persona të sëmur. I ka tje? Tash unë s'po vim punë të jo, hajde se s'bën pa ty emisioni kënjani. Qëndroni në shtëpi nëse jeni të sëmur. Madre, se bismazi po ta bëj kepo. Edhe ushqeoni shëndetshëm dhe pini shumë lëngje, po u i rrugoven këtu kolegu kujdeset me ma për gjithmonë. Edhe vaksinoni çdo vit kundër gripit sezonal. Ty edhe pak kamet me mri moshën. Janë mosh jam. Veç shkolla tha po dukesh i ri, atë kishte. Ofri. Çe telefonat. Alo, përshëndetje. Faleminderit i KSHVK. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Adi telefonon. Hajde, Adi qyshje. Inshallah sa ma shpejt e këtë grip mos janë gjithë atina të... Na qëto e silo? Një ova 2 diçka nuk është që tu tregu naj simptom shumë të fort, kështu që këtë. Ja, i duhet me mora këtë gripin. Duhet me marrë masa, me bo një barierë aty mes të edhe shtina. I fort është kjo, Adi, i fort është kjo. E kena bo barierën. Një 5 ekroni i kena ndërmjet. E ko. Imunitetin e fort e ko, a? E vërtet. Po, i fort. Se s'pojmë i thonë të shka. Adi, cilë është ai vend që të ka ndryshu jetën ty? Mu, veni që ma ka ndryshu, ama totalisht për 180 shkallë është Zvicra. Zvicra, hajde të regom pse. Pa e pse aty punat e dit. Apo shë pakës drita heq? Pakës po. Pakës, në Zvicra me thonë pak. Ish një pik aty dritës. Një pik, po hindi ko në drita. Po. Qëre, din që Zvicra është në Evropë, në përgjithësi, do të shumë punë, por në fund të fundit shpërblehesh, e ki një jetë të mirë, pavarësisht mundit sakrifisës që e bënë, për kundër Kosovës, që në shumica e popullit do të me punu nga 2-3 puna për me mbrini mesatare, që me përbalu muajin, se mos temi me bolloks. Kështu që... Aty nuk jam pajtimit. Jo Zvicrës mos më ankani. Pse si e pajtimit? Nuk jam pajtimit se jetan këtu në Kosovë është shumë ma e mirë se nuk po thëmë që është jeta e keqe, se na bojmë qef, na dimi me jetu ma mirë, por financiarisht nuk qëndrojmë mirë. Po që ajo tash kualiteti i jetës sigurimin shëndetësore, sigurimi në punë, sigurimi në gjithë shka tjetër, shëndetësia, arsimimi. Ka dole, që tash t'i rënë qofë. Ja i rënë qofë. Ja që tash të godite. Edhe na prej zërës ja fillum gadal vinë se eret, Zvicra është 800 e kusur vjetë pa luft, pa kur gjë. E pse një me Zvicra ka qatë shumë bunkera? Për shdo rast. Bunkera? Po.
Ato për këto. S'pedi për s'ka i ka. Sa me udhëk që vend që ka historia. Unë karo me vizitu edhe unë karo me po shumë bunkera si në Shqipni. Për bukur dhe i kanë? Si në Shqipni, po të bukur ata dhe i moj. Jo, për bukur i kanë. Vish për bukur i kanë. Që këtin turistët me thonë që këtu ka pas luftë, ka histori, ka abede. Ka pas me pas. Se s'ka pas, po s'ka pas me pas luftë. Jenë të pashfryzum. Dikujna i ka shku menja. Pa qeljen. Nëse i këshin shidoj, por që pishes. Ka në përmale të nilet, atë e vërtet është po. Ka në përhymjet banesave atje. Edhe ndërtesat që janë ato i bojnë edhe për sigurisë. Çfarë sigurie ka të mune që kash po hesh mua lajde. Bojnë për siguri. Faleminderit shumë për tërmete, për luftra, për luftra. Jo, nuk është, janë ndryshe, janë pak. Po, ndryshe janë. Si janë bashkë qikaç, a? Ja. Pak ma qikaç. Ja. Qaj që e bone me dorë që atë, zare ka rok edhe këto gripi zotetit. Ja, mi ka morë me si ka dur të kërqyshi. Ako me ditë me në konadi aty në përbunkera, le? Ciao, Tom, kalon shmirë. Hajde tung, faleminderit. Henu me këshysh fion, hajde që na më shel dera. A që sheshe ti që shto, a? Jo, thash derën e trasht, trashtin e derës. Po mirë dhe? Po kuptan, jo kështu, po. Ashtu dhe këna i farë sulmi, naj meteor, naj komet, naj... Mos po furin shumë. Me Imrana mos me një zhurmën. Swiss Diamond Hotel Prishtina për juve që doni domethënë me shku me ndryshu jetën për të mirë, në ato spate mrekullueshme, ja harrova dhone këta. Edhe me bo një masazh me u knaq, po ashtu ju që dani me ndryshu për të mirë, edhe me bo fardasme se i kanë do sallat mrekullueshme. Swiss Diamond Hotel Prishtina në qendër Prishtinës, për çfarë do rezervimin 038220000. Sa i përket komunikacionit, qasja për të krethi i Çaglavicës me kolon gjatë, pjesa poshtë Vetërnikut me kolon deri te krethi duplex, hyrja në Prishtinë ngarkuar nga kazerma Demiashari Tutje. Këtu janë dhe informatat që kanë arrit. Hajde telefonata fillimisht, më shumë e marr shpejt dhe i kena edhe një në Viber të na prit. Kush na ka telefonu? Alo? Okej. Viber, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na telefonon? Seferi. Sefer, shpejt regona vendi që ta ka ndryshu jetën se i kena kalu krejt minutat. Në qytet Bregdetit, Kroacis, Pulla. Di Pulla. Parti mirë. Çka pat aty që ta ndryshe jetën? Po ndryshe ka. Çka dush? Po çka ka ndryshu jeta kur je shku në Pulla? Ndeti. Tani ju kum jetu atje 20 vjet. Për mrekullior, super vend. Po. Sefer, po të përshëndesim e po të përqafin se s'kena kohë heshma. Se ti kisha bollë do pyetje në për Pullë po nejse. Me këshyra i ka ik vegza Pullës e kësi sen. Vazhdoni shoqëni me Glam Radion edhe mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni. Faleminderit shumë të gjithëve që keni qenë sot me neve me përgjigjet e juaja. Në pjesën e dytë kena me lexuar ato që na keni shkruajt, sidomos ju që keni tentuar me mua lidhje nëse keni mujt. Kështu që siguroni me na dëgju në 88.6 dhe 102 FM ose edhe përmes aplikacionit dhe portalit ton. Tung.